Pardon My French. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My French në këtë të mërkur. Ç'ke Anton që u meke? S'është lej, jam mul të vendi lejit. Dhe i lumtur. Je lej në vendin e lej. Jam pa që i bukur sa lej. Sot. Bukur je, hot je, i dobët je, nuk e di. Mirë, okay, s'ka gjë. Mos e egzagero. Mirë se vini në Pardon. Sot kemi të ftuar një super gold, është bërë akoma dhe më e bukur. Ka bërë një prerje të re. Mirë se vjen Nikoleta. Mirë se u gjeta. Si u kam? Mirë jemi ne. Nikoletën e kemi takuar herën e parë që ishte ekskluzive në Big Brother Radio, pasi ne mbaruam Pardon My French, ajo ishte e ftuar me Elonën dhe Edean këtu në studio dhe patëm një kontakt, një bisedë shumë të vogël. Edhe sot ritakohemi pas eksperiencës së saj në shtëpinë më të madhe në Shqipëri dhe më të famshme madje, më të diskutuar madje. Kisha fatin të bënim një kopertinë të shtunën dhe isha kështu zemra ti duhet vish po ti ka shumë bukur, Do me ti duhet na zgjurosh pak studio, lutem. Do me thënë Nikoleta të ka nisur mirë, le të themi Dalia, apo jo? Si kanë qenë të gjitha këto ditë, se në momentin që sapo del edhe je pak e hutuar ato ditët e para, tashmë besoj je më e qetë dhe e sheh me një tjetër sy. E vërtet, po, tani e kam marrë goxha veten, edhe po fokusohem tamam në këtë jetën reale që të bëj më të mirën për veten, po edhe çdo lloj të shfrytëzoj në mënyrë më të mirë çdo lloj mundësie që më jepet ndryshe nga aty brenda. Pse do të thuash që nuk shfrytëzove çdo mundësi? Çfarë nuk shfrytëzove ti brenda? Po, nuk, ndoshta edhe situata që mund t'i kisha trajtuar ndryshe për të më çuar pak më tej në loj, po që nuk është që pendohem. Mendoj atë një muaj e kam shijuar për çfarë ishte. Pra je shumë e kënaqur me rrugtimin tënd brenda shtëpisë. Po. Ka disa gjëra që normal do doja të ndryshoja, por që e kam cekur, kam bërë paqe me ato, edhe thjesht mundohem tani të thjesht kanë kaluar. Po, të kujtoj më të mirën e gjithë. Po çfarë ti s'më ke marrë një në kopertinë, mua kemi 2 vjet shoh. Re në dashuri dhe ti me Nikol siç raste Naldo, siç era Mali. Unë rash që kur dolëm atë ditë nga studio që ishte gati për të futur, kjo thash, "Ua, kush është kjo këtu?" Pastaj ajo ishte ajo shoqëruesja jote, jo ti. Me shaka jo, ishte akoma se kam marrë vete nga ajo ditë. Domethënë eci, nuk i kam larë syt. Çfarë ditë? Dhe që them njerëz që është shumë e bukur nga afër. Nëse është ju duket shumë e bukur nga ekrani, nga afër është. Me çupka pse i preve flokët me? Po thash kështu ti. Po çave një copë. Jo. Po të shkurtra i kishte ajo. Nikoleta, ti ke folur në fakt për rrugtimin tënd dhe gjërat që ke kaluar aty, po tani që je jashtë, si e sheh të gjithë eksperiencën tënde? Si do ta përshkruaje me pak fjalë? Ja, të papërshkrueshme, do thoja, për faktin që nuk e kam para se të futesha, nuk është që e kisha mendoj dhe aq thellë çfarë, si do vinte, si do shkonte, me pak fjalë nuk kam hyrë me një strategji, edhe thjesht jam munduar ta shoh veten si reagoj. Ta jetoj ditë pas dite dhe çdo ditë ashtu të plot, çdo orë që aty kalonte, edhe pse ne nuk kemi pasur dijenin se sa ishte ora apo sa orë na kanë ngelur nga dita, jam munduar të bëj atë më të mirën për veten edhe për bashkëdhëtarët e mi. Tani, dalemi pak tek bashkëdhëtarët e tu. Mi s'ka gjëse. Kur hyre, ti normalisht i njihje, dije dinamikat e shtëpisë, ishte dikush që ndryshe e kishe menduar jashtë dhe ndryshe kur e njohe vërtet nga brenda? Të them realisht nuk është që më kanë ndryshuar shumë mendime, po thjesht më janë përforcuar. Domethënë ato mendimet bazë do thoja që unë i kam pasur për gjithë secilin aty kanë qëndruar, po është ndryshe kur i ke afër dhe ajo e vërteta apo e gabuara e tyre të prek edhe ty. Edhe thjesht më janë përforcuar ato mendimet, qoftë pozitive, qoftë negative për gjithë secilin. Se ti u afrove me grupin e pozitivëve, le ta themi kështu, por edhe me një grup. Si do i quajmë atë grupin e çunave? Grupi im. Ajo është grupi. Jo, Rogerti, se ti jetë negativë. Grupi i çunave ishin komplet humba dhe ju elën. Më vete.
Kështu që ti u pozicionove, pra ti e kishe krijuar një ide se ku do afroheshe. Me çfarë kisha dëgjuar pak a shumë e dija që çfarë më përshtatet edhe për çfarë dua dhe unë të tregoj aty brenda, pak dhe nga vetja, jo vetëm atë përshtatje në lojën e pisët që është aty brenda. Kush të dëgjoj më shumë teksa tregoje për veten? Kush ishte dëgjuesi yt më i mirë në biseda që nuk kishin të bënin vetëm me lojën? Po, fillimisht ka qenë Egi. Me Egin jemi afruar shumë. Ka qenë Stenaldo, ka qenë Mali, ka qenë Alessio, Selin, Greta, Shëndriti, dhe me Mateon, Brikena po ashtu. Do më thënë pak me gjithë, po që më shumë me Stenaldo dhe me Mali, do thoja. Po. Fol. Të shohsh po. Aman me këtë folti. Nis njëri dhe flet. Sa herë thoshte Stenaldo, sikur ka përdije, thoya, "Ha, çfarë thuash?" Po jo, Stenaldo normalisht do të dëgjojë më shumë. E mendon e përpunon një herë edhe. Prandaj ishte. E stërhollon. Jepi. Jo, thjesht do thoya që Stenaldo normalisht do ta dëgjoj më shumë. Pse? Se nuk e shef dot. Oh. Ama Stenaldo do qeshte me Po këtë. e di që do qeshte, prandaj e bëra si batut. Më mirë kishe fol ti, Niko. Stenaldo i pranon këtë. Stenaldo është një zemër, edhe jam shumë e lumtur që edhe pas daljes, domethënë është goxha i angazhuar me gjëra të cilat kanë të bëjnë me atë si person, por edhe me përmirësimin e jetës tij. Pra i ka vletur mos miri ky edicion. Ju vazhdoni të jeni miqë pas daljes. Tani kjo misia që u aludua, cili nga çunat ishte më afër zemrës tënde? Te miqësia u aludua, apo çfarë u aludua? U aludua tani pëlqime. Tani nëna tharë ditin në studio. Nëna tharë ditin në studio që në momentin e parë me Nicole, kur e kam parë dhe e njoha, vërtet më rrihej shumë, më pëlqente. Po, kam marrë vesh më vonë. U bë më kaq urrel se çishte. Me neve këtu ne. Stenaldo po ashtu nuk shpreu 100% le të themi pëlqim. Ishte vlerësim, mendoj nga. Do kishte dashur të kishte dashur. Jo, s'ka qenë rasti i parë, mos ta ka dashur. Edhe me Malin po ashtu aludua ky afrimiteti, ishit me thënë të drejtën shumë të lezetshëm bashk. Po për ty si ishte, domethënë situata? Unë thjesht jam ndjehur shumë e hapur në atë miqësi, prandaj kam qenë shumë vetvetja dhe prandaj ndoshta edhe është perceptuar e tillë si një kimi për diçka më shumë, ndoshta sepse qoftë nga ana ime, siç e thash, po dhe nga e tyre ka qenë shumë open. Thjesht kemi folur, kemi qëndruar bashkë, nuk ka qenë diçka e stisur, nuk ka qenë diçka që hajt ne tani po rim bashkë edhe po thjesht po bisedojmë. Të bëjmë një plan, të bëjmë një plan. Po, kështu që jam bazuar gjithmonë asaj, kam besuar asaj feeling që është thjesht një shoqëri e pastër edhe më ka dalë tillë. Kështu që por në fakt, a kishte një djalë që ndoshta ty mund të të pëlqente pak më tepër se të tjerët brenda shtëpisë? Për më shumë se miqësi, Jo, e kam cekur në fakt. Nga që je lidhur apo? E lidhur nuk jam, po dhe aty nuk isha futur për të lidhur, gjithsesi jam pak kundër asaj ides, sepse edhe në qoftë se do ishte një çun që nuk ishte aty brenda që do e pëlqeja, do e kisha lënë thjesht për jashtë. Nuk do zhvilloja diçka aty brenda në Big Brother. Kështu që kështu sa dhe Brikena. Po. Jo, në fund për martesën. Unë do të pyesja për shembull, nëse një nga këto 3 djemt nuk do kishe eksperiencë shoqërore, po do ishte ai pëlqimi, me cilin do kishe më shumë kimi? Unë mendoj me Malin, po me cilin ti do kishe më shumë kimi? Nëse nuk do ishte kjo pjesa shoqërore, por një flirt. Pakton me këto të tre që kam menduar. Se ke menduar në këtë aspekt? Nuk e kam menduar në atë aspekt, në asnjë momenti, ta them realisht. Edhe bazuar në të di tani thjesht them një emër kështu, sa për ta thënë. Sa për ta thënë. Sa për lajm, ti mund bësh një lajm, diçka. Tani lajme të tjera kemi, po ka publicitet edhe do të ridëgjojemi sërish dhe do të rishihemi në kanalin 10 digital me Nikoletën vetëm pas pak minutash. Pëlqen kjo kënga, diskotek. Eleni, domethënë, dua thjesht ta vesh edhe që të flër gjumë.
Jo për klipe vetëm. Do lodhesh shumë me ato bizhame. Ose ta xhvesh po të futur në dush. Aty do doja një asistent, unë do marrë donin. Do preste dushi, të më shikoj, bën ujë, s'bën ujë. Car wash. Jo ashtu washi. No. Ua, çuna, mos e egzagjeroni tani. Nikoleta, rikthehemi tek ti. Kishe një eksperiencë e cila në fakt erdhi ndoshta edhe si e papritur për ty. Pra në një pikë të lojës kur të gjitha momentet kyçe ishin fiksuar, prap ti bëre diçka, pra e le shenjën tënde dhe e bëre këtë rrugtimin tënd aty, kështu që unë uroj që tani pasi ke dalë dhe ke shijuar si eksperiencë, ti marrësh asaj më të mirën. Edhe dua të ndalem pikërisht këtu sepse do doja të dija pak komentet që ke marrë jo vetëm nga miqtë tu, familjarët apo dhe në rrjet, nuk e di atë ndikojnë, por edhe oferta nëse ke pasur, ndoshta e di që është shumë herët, po ndonjëherë për gocat që kujdesen që vijnë nga modelingu, ndodh menjëherë ky kliku. E vërtet. Kopertina e saj e parë, zemra ime. Që është already okay. Po, edhe ka qenë ne kam bërë me gjithë qef, e kam shijuar shumë setin bashk, jam ndjer shumë comfortable. Edhe normal, tani pres që të rritem këtu akoma më shumë në Shqipëri me modelingun dhe çdo lloj mundësie tjetër të mirë që më ofrohet për punë. Pra ti po thuaj që ke vendosur të qëndrosh në Shqipëri. Këtë po. Okej. Edhe pse ke letra greke. Edhe pse ka letra. Edhe pse ka jetuar në Gjermani. S'ka nga mirë nga mendja fare. Mirë, për këtë periudhë mendoj që është jam më mirë për mua edhe dua ta shikoj veten në këtë habitat. Është dhe shumë e re, është shumë e vogël që kështu pse mos tentoj ta provoj edhe Shqipërinë, kupton se dhe unë kur u ktheva nga Greqia, thjesht po e tentoja dhe më eci dhe nuk doja më të kthehesha. Po uroj nga zemra të ndodhi kjo gjë. Po pse jo? Është më re. Jo, në fillim kur jam kthyer vetëm për një muaj dhe tani po mbëhet muaji i 6. Kështu po të bëhet të largohesh. Po, edhe mendoj që ja vlen të t'ja jap vetes një mundësi. Mendon se edhe 100% qin tënd brenda shtëpisë? Mendoj që jo. 100% tim jo, por për atë një muaj mendoj që dash sa mund të jepja në se si e gjeta situatën. Mendoj që do kishte qenë komplet ndryshe të isha futur qoftë edhe 2-3 javë më parë, pa le pastaj edhe nga fillimi, por që mendoj mora më të mirën edhe presa akoma më mirë tani. Ishte si Tinkerbell kur hyri në ato zhurmë, kishte si një zanë e vogël që javën e parë pastaj ja hoqën ato flutra dhe hyri në luftën e shtëpisë. Në fakt nga ju të treja, vajzat, Egiti dhe Edisa, Edisa mendoj që u tregua pak më stratege sa i përket vjushmërisë së lojës. Pra kishte një plan në kokën e saj, realizoi dhe i funksionoi. Edhe pavarësisht të fansave që mund të kishte çifti, ajo e mori përsipër këtë risk dhe vazhdoi akoma më gjatë në shtëpi. Ti po thuaj që nuk kisha asgjë të tillë në kokë, por në fakt sa hyre pate një përplasje me Rogertin. Me Rogertin po, mendoj që thjesht mezi po e priste të kapej me njerëz të rinj, se thjesht vjen dhe një moment për të që pasi është kapur pas gjithë këtyre muajve me këdo, thjesht do situata të reja. Miq të ri. Po miq të rinj, po, që ti kthej si gjithmonë armiq. Por po, me të kam pasur më shumë këtë faktin që doja të vendbrohesha në ato momente, ditë e parë, momentet e para, thjesht më duhej pak kohë sa të futesha. Për pjesën e Edisë kuptoj që ka qenë strategjie mirë menduar që para se të futej, edhe ja ka dalë asaj vetës. Ja ka dalë për t'i ndarë, nëse ka qenë ai qëllimi, por i ka bashkuar më shumë. Ndoshta është dhe prekja e Edisës kjo që ja bashkuar më shumë. Duhet falenderoni se prej meje ndodhi dhe ky bashkim. Në fakt edhe me Edisën ti ke pasur përplasje. Domethënë nga ju të treja vetëm Egin u afrove pak më tepër dhe me Edisën filluan këto përplasjet. Cili ishte shkaku? Pra a ishte një rivalitet mes vajzave dhe banoreve të reja që hyn aty apo thjesht nuk përshtateshit në karaktere ose ndoshta edhe fakti që Edisa u pozicionua në një tjetër grup, le të themi? Mendoj që në fillim ka qenë çdo lloj gjëje komplet okay midis ne të dyjave dhe çdo lloj gjëje që ka ardhur ashtu dhe ka agravuar në atë lloj mënyre ka qenë komplet shkak pasojë. Ka ardhur nga situata e krevatet e famshëm të Big Brother. Big Brother. 107 ditë me krevat. Ku i kanë gjetur ato dy shef? Mendoj që po, të ka qenë thjesht jam kthyer
kur më zhvën nga mbrapa, le t'i themi, për situatë, dhe thjesht mendoj që me mua nuk është që e ka pasur shumë në plan të kapej, thjesht mendoj që ju konsumua pak si shpejt ajo situata Brikena Mateo, doli që në prime-n e parë dhe gjitha, dhe direkt atë prime ka nisur që të kapte situata dhe me mua. Por që jam munduar të mbaj atë kam dal nga vetja, e vërtet, me fjalët që më janë drejtuar, por që gjithmonë kam menduar, okay, thjesht shpresoj që ajo si person e ka të përlojë dhe që jashtë është komplet person tjetër. Një tjetër person. Unë dishe disa super gocë nga jashtë. Faktën. Jo, atë shpresoj që është. Më kanë thënë dhe mua që është super gocë. Po është mendoj që është strategjia apo mënyra e saj. Po edhe brenda shtëpisë, pra vërtet kishte debate, por e disa nuk arritin ofendime. Ofendime, po. Deri në pikën që shiko, se kjo është pjesa aty, duke që ofendosh të kush ka poshtë në poshtë, normal, por që pra varet deri ku mendoj që është limiti për personin që ka përballë. Këtë po thua. Kështu që e disa fakti që edhe dje ishte shumë e lumtur për rrugtimin e saj, edhe pse doli nga shtëpia, duke ide ajo që e kishte shijuar. Ka pasur të tjera momente, Niki, nuk e di atë thon kështu, apo kam pak shtëri, Niki po skaq. Niki, s'të pëlqen, Nicole. Ti mund të skaq. Nicki Minaj. As nuk e ngjan fare, se nuk kanë pikë lidhje. I pe memet kur dole? Prisja më shumë. Po, shumicat kishin bërë me shoqen time të ngushtë, me Sarën që ngjan, po nuk është meme ajo, është fakt, po ta diun. Ajo që e mirë, po. Yes. Prisja më shumë. Po, prisja më shumë, me po ato që ishin të paktën më kanë. They were funny. Ishin on point. A ke të dashur ti Nicole? Jo, nuk kam. Ja, kështu ma ka Maceku. Po në fakt a ke? Jo, me vërtet nuk kam se siç ta, do ta kishe thënë. Po. Në fakt, kam përshtypjen që nuk është ndonjë problem ditët e sotme të thuash nëse ke të dashur apo jo. Se kam pasur vënira të Babi çfarë të tha kur dole? Babi ka qenë shumë i lumtur. Kam pritur në fakt ishte pak më kështu. Më kritik. Si zakonisht babat shqiptar, por që ka qenë shumë suportues, edhe mendoj që ka qenë dhe një eksperiencë që më ka shërbyer deri diku të lidhem dhe akoma më shumë me babi, se që kam qenë e lidhur në fakt. Edhe e kam shok zemre. Ja. Shefti. Jeni rritur bashk, le ta quajmë kështu. Jemi rritur bashk. Po unë që të më thot babi të dua, duhet futem Big Brother, domethënë. Patjetër. Ty do kuptosh të vërtetat e tua. Sa të duan prindit aty e kupton. Unë edhe kur bëja ndonjë gjë të jashtëzakonshme, më thonë, duhet ta bësh, e ke për vete. E ke për vete. Vetëm ankohesh Anton, por nuk besoj që i ke. Jo, ata të shtëpisë. Këto raportet. Nuk e thon, po e tregojnë, e kupton? Do ta zbulojnë vitin tjetër tek 6-ta, nëse prindrit e vet e duan apo jo. Babi më tregon se pas herë më jep ndonjë cigare kur më mbarojnë thonë na pijeni. Interesante. Edicionin tjetër kur do jesh banor. Nicole, në raport me gocat, aty her pas here dukej si një rivalitet mes gocash, por në të njëjtën kohë edhe girl power nga ana tjetër. Pra ishit disa që rrinit bashk, bëheshit bashk për të sulmuar, pastaj bashk për të mbrojtur. Me cilën prej gocave ishe më afër, le të themi, edhe ndoshta pasi ky edicion të mbaroj, ti vërtet mund të kesh një mike të mirë. E vërtet, javën e parë ka qenë më shumë me Egin, duke qenë që unë u përfshiva në disa situata që direkt po vini kështu pak me shpatulla mbas murit, dhe më ka folur shumë, kemi komunikuar shumë aty brenda bashkë, dhe ka qenë një mbështetje dhe ajo për periudhën që qëndroja aty brenda. Mbas ka qenë me Selin shumë, me Gretën, edhe me Brikenën, për shumë kemi pasur sfida, ti kemi kryer perfekt bashkë, kështu që ka qenë gjithmonë kur e kthej kokën shumë mbrapsht në komplet eksperiencë, ka qenë 8 marsi në fakt, që ne kemi qenë shumë aty. Shumë e bukur ajo fushat. Për njëra tjetrën, po, dhe do doja që çdo ditë të kishim qenë ashtu, edhe të ishim minimumit të mira me njëra tjetrën, më të mira se që ishim. Ta përcjellnim. Ke diçka për të thënë? Shpresoj që është mirë.
Jo, sinqerisht, se tani edhe që ka dalë, mendoj që do e shohë edhe pak veten dhe për mendimin tim atë transformimin që ajo pësoi aty brenda dhe shpresoj që nuk e ndikon në asnjë lloj momenti për keq. Domethënë, sinqerisht nga zemra e uroj që është mirë. Okej. Unë qesha shumë dje se që tha për karrierën, për San Marino. Selin që tërkohës kapet dhe në momentin që do dilte nga dera i tha mezi pres të dëgjoj këngët. Domethënë edhe në fund ja lëshoj një shigjet kështu. Kemi pak publicitet tani. Të dëgjojmë këngët e Juelës. Rikthehemi në studio, ta mora Foli Antoni Pari. Dhe unë sa po e pyesja, do ikim te Katarsis? Jo, unë e fillova i pari për ta pyetur Nikolën me alpinizëm, merre shumë? Në korab do shkosh. Jo, një sekond, do shkosh fiks në malin e Dajti. To e tani nga Dajti lart duket korabi që është më lart. Si ishte ai momenti? Thjesht ishte mali i parë që më shkoi në mendje dhe mos e lija pyetjen e malit. Mos e lija pa mal. Tash hajt po ja. Nikolash, ajo nxënësja në provim që më bëre, unë shkruaj ta. Komplet. Po se çka më shkruajtur? Një zot e di. Në fakt ka qenë një moment shumë i lezetshëm i juaj kjo pjesa e testit. Të paktën për ne jashtë. Edhe pse unë munduam të justifikonin pak me pjesën e izolimit që të humbet memoria, por unë di shumë mirë. Nuk të justifikon fare. Meri do më shpëtoj. Non Tereza jo. Por pavarësisht se izolimi ta shkëput pak pjesën e memorjes, unë kam shtuar gjithashtu edhe faktin që për të rinj, të reja që janë rritur jashtë, sigurisht që nuk kanë bërë në shkollë dhe nuk kanë studiuar gjëra të cilat ne që jemi rritur dhe kemi bërë shkollën këtu. Kjo e vërtet. Dhe ne që kemi bërë këtë shkollën e vërtetë, le të themi, me një kurrikul të papar, pra kemi qenë më të angazhuar për të mësuar këto gjëra. Kështu që po që është kështu basic knowledge edhe do ja ta kapja veten më shumë, sidomos se tani që jam i kthyer. Kë pyetje gjete se nuk e mbaj mend. Lubotën e gjetë, Lubotën. Këtë po thoja që imagjino, kemi gjetur këto dhe s'kemi gjetur ato. Po mirë, ti nga moda vjen, kështu që still. Edhe të falet. Të justifikoj se unë s'u kam bërë. Deri klasën e 3 e kam bërë këtu dhe është shumë absurde që duhet të mësoj disa gjëra absurde. Duhet, po kur kam lënë të tjera ndej, kupton? Është shumë e çuditshme. Unë kam justifikuar, gjithmonë justifikoj. Pra, nëse unë të pyes ty për historinë e Greqisë apo këdion. Patjetër, i kam bërë, të paktën ai sa mbaj mend i kam bërë. Kurse këtu kam bërë deri në klasën e 3 që s'mbaj mend përveç matematikës. Sa bën 7/8. Ua, Anton tani. Nikoleta. Nikol në Shqip, Nikoleta në Greqi. Dua të ndalem pak tek një moment, të cilin në fakt e pash që të vuri në siklet, në fan club. Me historinë tënde ne në fakt të prekëm të gjithë dhe ishte një histori e cila mund të gjejnë veten shumë njerëz të tjerë aty, po pa i hyrë detajeve fare dhe pa dashur të ngacmoj aty ku ti nuk do. Dua vetëm të di nëse pas daljes ti ke pasur një kontakt me nënën tënde. Jo, edhe mendoj që është më e mira për gjithë që të qëndroj kështu, duke qenë që siç e kam cekur dhe shumë intervista të tjera dhe aty është çka që ka pasur mjaftueshëm kohë për tu procesuar dhe për tu kaluar, kështu që jeta është shumë e bukur edhe thjesht vazhdon. Duke qenë se formati Big Brother e ka dhe këtë fuqi, pra që të vërë ty në pa pjesët e tua më të mira, vështirësitë që ke pasur në jetë, të prekër zemra, është dhe një derë pastaj që mund të lihet e hapur. Në momentin që do të ndodh kjo, të them të drejtën, do ishim shumë të lumtur që sido që të jetë historia më pas, ti ta jetosh ashtu siç e ndjen ti edhe në momentin tënd të duhur. Por e pash vërtet që u preke dhe ndaj nuk dua të ngacmoj në detaje, kështu që por si një fëmijë që kam qenë jo thuajse në të njëjtën situatë, por me babin, di të them që nuk ka asgjë të keqe të jesh vetëm
Domethënë, mos pranosh diçka sepse nuk e ndjen ta pranosh, apo të falësh dikë se nuk e ndjen të falësh dikë, që kështu gjithmonë të jesh e lumtur për zgjedhjet e tua. Unë babi nuk e kam më. Por kur e vendosa, kam qenë tepër i sinqert me veten, jo me çfarë thon të tjerë. Domethënë, në fund të ditës ti duhet të jesh mirë brenda, dhe nëse kjo zgjedhja jote të bën të ndihesh mirë brenda, të bën të ndihesh komplet, full, nuk ka rëndësi çfarë thon tjerët, ëh. Mos çfarë ndihesh ti mirë. Ja, çfarë thotë. Prandaj unë ta kam ndier historinë tënde 100%, isha unë ti në atë momente. Shumë faleminderit. Si e tha Mali, nëse nuk e ecur 1 kilometër në këpucët e mia, mos më tregosi të lidh. Po nuk më nxë këmbët e këpucët. Po mendoj që brezit ton do edhe pse është diçka, këtë kam thënë si jam as e para as e fundit, është diçka që ju ndodh të gjithëve, po mendoj që brezit ton që i ka ndodhur diçka e tillë, thjesht do e kthejnë diçka shumë të bukur dhe do jenë prindër më të mirë nesër pas nesër, kështu që mendoj është mirë ti shohësh gjithmonë atë të bukurën gjë. Ta shohësh gotën gjithmonë gjysmë plot. Këta brezi këtyre janë edhe më të frikshëm, në thonjë sa kur vjen puna te këto gjëra, se ne jemi rritur ndryshe, po të bënte gabim një nga prindrit, thoya mos e kam prind, këta s'të falin valla. Jo, e di çfarë vlerësoj. Nuk i dim detajet. Jo, nuk po flas për e di çfarë, ne kemi bërë disa sakrifica. Vën mirëqenien e tyre të parë. Bravo. Këto duan lumturinë e tyre. Çdo person duhet ta bëjë këtë gjë. Po, e drejt. S'ka rëndësi nga mosha dhe nga brezi, mendoj që qoftë edhe mosha e tretë që është duke na ndjekur tani, të vendosi prioritet veten e vet, dhe çfarë i bën ata të lumtur. Prandaj unë ta thash, në çfarëdo lloj momenti të ndodh një takim apo edhe nëse nuk ndodh, e rëndësishme është që të vi në momentin që ti e do dhe ti e ndjen. Jam shumë dakord me atë që tha edhe Niko, sepse ndonjëherë ne mundohemi të grisim ndoshta për të nxjerr diçka, ndoshta edhe pa dashje, po për të mirën e gjës, të ndjesisë që t'jep për i bashkimi i një familje apo formati që ta jep këtë lloj ndjesie, sepse i kemi parë dhe rastet e tjera që janë ribashkuar, edhe në të gjithë këto edicione është dhënë një shembull. Edhe prapë ne gricim më pak se macja jote, disi ja ka bërë duart apo Ka një emër kjo mace? Noksi, është maçok. Është prisja boli. Noksi. E kemi një tani. E kemi një aty. Nikoleta, je shumë në terren të duhur për të treguar se çfarë do të pëlqente të bëje tani. Pra, cili është synimi yt? A ke ti një vizion për veten se ku e sheh? Apo do syzet e mia? Se kur e thua ti ky emision, dëgjon Zoti dhe ti realizon ëndra. Është studio që manifeston dëshira. Po, actually. Po, siç thash, për pjesën e modelingut, normal që do doja të rritesha edhe të shikoja veten edhe më shumë, dhe se çfarë mund të arrit dhe kapun si Nikol më shumë, por që në të njëjtën kohë në radio do më pëlqente. Dhe ti kisha fillimet e mia këtu. Por që ngelet për të parë dhe shpresoj që bëhet më e mira. Nice, ne ta urojmë gjithë zemër, sepse me sa duket studio televizive të kanë mirëpritur dhe ti ke mirëpritur se ke shkuar me gjithë dëshirën e mundshme tënde dhe sot Nikoleta do të jetë edhe në Portokalli. Yes. Kështu që do provosh një tjetër emocion, një tjetër me kë je me Visianin? Jo, po nuk po është surprizë. Se doja të nxjerrja diçka, por jo, e kemi surprizë ditën e diel në Portokalli do të jetë Nikoleta aty për të ndarë një tjetër eksperiencë të saj. Kështu që përpara se ta mbyllim të doja edhe një parashikim tëndin se çfarë do ndodh këtë të shtunë, edhe cilat janë pritshmëritë tua, duke qenë se të gjithë ata i ke njohur nga afër, i ke pasur bashkëdhëtar të rrugtimit tënd, dhe si e parashikon këtë të shtunë dhe pastaj finalen, Nikolet? Po për finalen kemi edhe pak kohë. Kush del këtë të shtunë? Për finalist apo kush del nga shtëpia? Do dalin 2 këtë të shtunë, besoj, dhe janë 4 në finale. Shpresoj që është Rogerti dhe Miri
pa hatërmbetje tani, po Okej, tani na thuaj realisht kë. Jo, realisht, po kjo është pjesa, sepse është shumë e lehtë të mendosh nga anë e lojës dhe të thuash, okay, Rogerti e meriton se e ka bërë në mënyrën që e ka bërë, po ashtu dhe miri, po nëse si e kam parë unë, që nuk e kam parë si lojë në asnjë lloj momenti, gar po, e quaj fjalë të dur, po lojë është pak kanë bërë çdo lloj gjëje për lojë, kështu që do bazohesha dhe do doja shumë që në finale të shkonin këta 4 persona që kanë qenë njerëz, edhe kanë bajtur atë pastërtinë e shpirtit vet aty brenda në lojë dhe nuk kanë cekur aty ku nuk duhet të cekin te personat të ballë. Shndriti Selin edhe Briteo. Yes. Po, për finalen sipas Nikoletës, po pse mendon ti se meriton të shkojë për shkak Shndriti që s'ka bërë asgjë, ka qenë mendoj që ka folur shumë për kauza të ndryshme, ka dhënë Shndriti ka qenë dora e djathtë Paterica e Selinës, domethënë ka ndihmuar i ka dhënë shpirt. Mendoj që po mund kishte bërë dhe lojë pak më vet, jo me Selin, po mendoj që deri diku e ka bërë. Okej, ndoshta nga për momentin, nga që janë dhe vetëm ata të dy bashkë që përshtaten aq shumë me njëri tjetrin, se kur ka qenë grupi më i madh, ka shpezuar kohë dhe me persona të tjerë, ka bërë lojë dhe me persona të tjerë, po mua më ka pëlqyer shumë te Shndriti që atë që e ka thoshte, po gjithmonë me një argument. Edhe ato lojrat e bukura që i ka bërë Juelës. Edhe kur ju ka kritikuar në fakt se ka kritikuar edhe Selinën edhe Brikenën, i ka kritikuar. Atë që mendonte e thoshte dhe pavarësisht më pëlqejnë njerëzit e tillë dhe prandaj mendoj që Shndriti për këtë arsye duhet të jetë aty në finale sepse ka qenë real edhe miri. Nga momenti që është Selina në 4, mendoj që detyrimisht është e miri, se loja është e përbashkët. Ta ajo pjesë, that I guess. Dhe kush fiton, Nikoleta? Unë jam për Selin. Po, e kam thënë. E ke thënë, po, kur dole. Pyetja e famshme e Arbrit që ja kemi vjedhur të tërë. Shpresoj shumë që nesër shohin. Ta fitoj dhe një gocë këtë vit, si thoni. Po s'është se ka fituar ndonjëherë në një gocë. Mirë, po dhe një person që i ka përballur të gjitha. Ka fituar një grua. Okej. Do ta ftoj një gocë. 23 vjeçare. Për te shakave. Gjysmë me moshës Nikos. E imagjino. Mos flas unë, domethënë, po nejse. Ai është miri, zemra, jo Niko. Pra, për te shakave, drejt mbylljes së kësaj interviste, kemi një parashikim nga Nikoleta për grupin e saj të zemrës si finalist dhe si fituese Selin. Shumë faleminderit që ishe me ne sot. Të urojmë shumë suksese në të gjitha iniciativat e tua, edhe sa më shumë lumturi dhe dashuri në jetën tënde. Ne jemi në fund të pjesës së parë. Ju do të ndiqni edicionin e orës 19 në Top Albania Radio dhe do të ridëgjohemi dhe rishihemi në pjesën e dytë. Gjithë albumi Bebe Rezos ku ishe më parë, shoqër dole nga Kia Asyllium. Po mirë, shumë mirë bëri. S'na duhej edhe pak atmosferë. Shumë gjithë këngët, nuk e di ku ka qenë më parë gjithë kohë. Është bërë edhe më e lezetshme në rrjetet sociale, më sa kam vënë. Më fan është bërë. Ata sa mban më nuk përgjigj mua, më dërgoi zemrën, vazhdoni ti. E ka bërë për Monika Kryeman, për mua e kishe bërë. Për ty, personalisht, të trupit tënd. Po. Kemi meme edhe këtë javë, kemi zgjedhur disa prej tyre për t'i komentuar edhe ethet e finales, domethënë, po çfarë të shtunën mbrëma ka ethe, po ka edhe të shtunën tjetër akoma më shumë. Domethënë do ngelemi pa punë. Edhe dy prap na kanë ngelur, neve të paktën që merr unë se Big Brother nuk mbaron me Bigun. Nuk mbaron kurrë. E di, po këto që do shikojmë tani nuk. Sa story kishe bërë këtë herë? Kisha bërë prap 100, por të dini që memet i përzjedh Jonita sepse humori im është pak i zi dhe nuk duhen seleksionuar. Yes, shumë madje se sidomos ato që i ka me audio. Të merë, do me thënë. Jepini çuna, na ndihmoni pak, kam zgjedhur shumë pak Niko, se i kishe shumë me humor zi. Ledion, Mateo s'ka punë me mu edhe kaq. Ledion, kam ndjenja për Mateon edhe kaq. Si ndodhi? Unë nuk e di pse Si e keni parë gjithë historinë e tyre? Mua më janë dukur shumë të lezetshëm, me thënë të drejtën, edhe në fillime me ato ngacmimet. Më pëlqente edhe Brikena që thoshte jo, dua ta njoh, duhet jem e sigurt. Se di, më duket shumë okej. Sidomos në një marrëdhënie e cila është në kamera 24 në 7. Dasma më duk sikur ngeli do pjo 6 në dorë. Domethënë ishte okej, do martohem.
Edhe sikur ngeli, sepse ajo kishte deklaruar që edhe unë nuk do bëj dasëm, nuk do lidhem, nuk do bëj dasëm, nëse nuk e ndjej, nëse do ta bëj, do jem 100% e sigurt që unë kam filluar të ndjej për Mateo. Nuk e tregoj, domethënë kur tham Mateo dhe bëjmë keqe. Nuk është se nuk më duk si fytyrë që nuk donte dasmën. Thjesht është ndoshta ai sikleti që po ndodh një ceremoni kaq e bukur e fokusuar nga kamera, gjithë njerëzit po shohin. Unë duhet të jem nusja perfekte dhe në fakt ishte shumë e bukur nuse. Shumë e bukur ishte. Më ka pëlqyer shumë Brikena, po si e pat atmosferën e dasmës, i kishte një çik tension. Më duk më që atmosfera dasmës se Briteo se sa se Limbo. Momenti që vdiqa fare ishte kur po recitonin atë poezinë. Do me thonë, o çuna, kemi bë bejten këtë studio. Për Big Brotherin sa nuk di, do me thënë, çdo javë, çdo të mërkur tek pardoni, mund t'ishit përpjekur pak më shumë, mund t'ishit pak më funny, pak më ngacmues dhe Dora e Monikës Ikli tani, s'na u që trurin, tregonte shumë, se kishin shumë të gjatë atë, thjesht e lanë për gjysëm. Mua më pëlqeu, më duk më dramatike dasma e Selin dhe Gimbo, se kisha shumë, ndodhen shumë gjëra aty, pra ishin shikimet e Mirit, torta, lulet, kurse këtu ishte një dasëm e bukur, kishe debate, gjëra, sepse vjet mbaj mend edhe me Loredanën dhe me Jozin që unë te koka ime vetëm atë dasëm kam në mendje. Po ishe fan, më duk si dasma e tyre. Dasma e Selin ishte goxha, domethënë që do vazhdoje si muhabet. Pak më tension. Po, do vazhdoje edhe në Prime do diskutoj për sjelljen e Mirit, kurse aty nuk Po kishte vibe shumë të mirë, domethënë edhe fakti që lexuan atë çaj quajo poezi. Epope. Le të themi. Elegji më shumë se sa poezi. Pastaj shikoje që kërcenin dhe paragëtoheshin edhe po e shijonin. Po ishte edhe një dhuratë mendoj për publikun kjo dasma që afër finales po mbyllet paqësisht, bukur. Se mbaj mend mund të jetë dasma e parë që bëhet kaq afër finales. Jo, është bërë edhe vjet Egli dhe Gjesti. Afër finales? Po, ka qenë shumë afër finales. Nuk e di pse mendoja që ishte diku nga mesi, po është më pëlqeu që u mbyll kështu. Bukur me një ceremoni. Mua s'më bën sens se si u qartësua me ndjenjat për një javë gjysëm edhe bëri dasëm Brikena. Po ishin në nominim pra. Ka kohë që është qartësuar. Ka kohë që janë qartësuar, më fal, nga to. Jo, janë qartësuar, ka kohë. Është pak a shumë ai qartësimi tipik i një goce që e ka ndjekur një djalë diku te 1 muaj gjysmë rresht, ajo nuk e ka pranuar, pastaj kur e pa me C65-ën e di, tha, unë e dash kam këtë. 4 vite, jo 1 muaj. Nuk di, domethënë. Nëse mua më pëlqeu situata e krijuar, pavarësisht Besa e Mateos ishte shumë e lezetshme. Po, edhe tezja e Brikenës, domethënë aprovim familjar. Po Daja. Daja pasi të dalin. Kemi një tjetër çuna? Shumë me janë bërë. Kjo Dora kështu vetëm gjan shumë keq. Më ka dërguar nuk po i lojna. Shumë e bukur kënga. Dje më ka shkruar Lore dhe më shkruaj jeni shumë të poshtë. Se kisha bërë tag e tha jeni shumë të poshtë. Ishte surpriza e Mirit, për herë të parë u prezantua bashkëpunimi i Vesa Smolicës, Miri dhe Landit, West Side Family, edhe rjeti zjente. Në fakt ne kishte munguar amaneti me thënë të drejtën. Dyta të them vërtetën, dallon shumë timbri i Vesës dhe i Lores, se i njoh të dyja dhe i kam gjan shumë të dyja, por në një moment thash, opa, është Lore kjo. Pas ka rritur pak flokët, Po dhe unë atë thash, të beton thash është Lore dhe isha e pritshme. Edhe zëri në fillim më ngjante. Se në fakt kur e kishim Lore në studio tha që edhe mundet që të kemi një bashkëpunim me çunat. Kështu që një pjesë e mirë përpara se të shfaqej Vesa menduan që do ishte Lore. Lore, edhe unë Lore mendova, po që kënga në fakt ishte shumë e bukur, më ka pëlqyer jashtëmase. Domethënë ishte një bashkëpunim shumë West Side. Po, Miri 3 rreshta tha, po? Jo. Që vetëm pjesën e parë kishte. Babi Po kishte ma, sa të këqi, kënga më pëlqeu shumë. Edhe ishte shumë e bukur. Pjesa Vesës mua më pëlqeu. Aq.
Jo, ishte shumë referendi më pëlqeu më shumë nga gjitha. Miri ishin. Po mirë tani se tërsin edhe Landi ishte shumë nice. Përveç Mirit. Jeni shumë të poshtër. Mili, të dua. E dua. Milin e dua, më shumë i Mil. Po. Jo. Kemi tjetër. Po more jo. Të poshtër. Kemi dhe një tjetër meme. Kemi zgjedhur pak. Zotu vdisha, mbarova për këtë. Kjo është memja më e bukur. Kulminacioni i mbrëmjes së djeshme është portretizuar në këtë meme si një luftëtare e devotshme. Se i çat varkën primitive. Deri në pikën e fundit, Monika Kryemadhi për mirin e saj. Do doja të kisha një shok si Monika, blak. Ishte mirë. Është shumë besnike, është shumë mikesh besnike. Unë të kam kuptuar. Po, s'ke parti s'ka bërë nëpër Big e të tjera Dilja, Jo, po them, unë do doja ta kisha një shok të tillë. Futu dhe do të mbroj unë. Që edhe kur e zëm kam tradhtuar të dashurën të thotë, "Jo më vlla, nuk e kam." Futu dhe do të mbroj unë. Dhe ajo që nuk i bën fare përshtypje është që e bën dhe dukshëm dhe thot, po. Po më, dua. E mbroj ore mirin, pse mos ta mbroj? Edhe ky mbron Selinën. Fleti për Selinën, ku e shollonti mirë, më pëlqejnë shumë të dy. Të tre faktikisht këtë vit. Edhe Ledioni është bërë si një opinionist i tretë and I love him. Ajo që tha Edisa në fakt është diskutuar shumë në rrjet. Edhe në këtë edicion janë dy Big Brother, njëri që bëhet në studio dhe njëri që bëhet brenda shtëpisë. Përveç komenteve pastaj të publikut që ato kanë qenë gjithmonë, po këtë vit është një tjetër Big në studio dhe krijon shumë situata të lezetshme. Unë kam për të vetëm dy gjëra për këtë. Tre. Unë kam për të vetëm dy gjëra. Këto po janë tre. E më mirë tre. Se na dhe jo, më pëlqeu edhe batuta që bëri. Ishte ora fiks 11:10, pra ishte Kam fjetur gjumë kalamaj. Kishim fjetur gjumë kalamaj dhe kisha parë dhe Monika kur e kishte thënë atë si batut. Unë jam shkrir, madje e kam vënë 2-3 herë ta kuptoj nëse e ka thënë apo jo atë që tha, është e papar. I ka kpuca kumba. I ka kputur në këtë edicion Monika. Më thënë më ka ngrit, përveç simpatisë që kam, dua tani ta shoh si banore. Se kisha menduar në këtë aspekt. Është dasha ajo, bënamin. Ja, sa të marrë gjyqin edhe. Tha, nuk mbyllem dot. Ja. Se duhet paraqitem. Po do ishe një banore shumë e flakt, shumë e zonja. Çuna kemi tjetër? Kemi meme për të diskutojmë edhe atë. Kam bërë shumë mirë që i eliminova të tjerat, Niko. Jo, zemra ime, ishin shumë të çuna ta skam. Too much. Ska më thënë çunat, a? Skemi më, shiko sa pak të kam lënë, imagjinon sa i zi. 3 nga 20. Imagjinon sa i zi të ato që kishe përzgjedhur. Se tani e dim që rrjeti lëshohet. Të falenderoj edhe për këtë javë Auredin, gjeni këtë gozëm, Ashurka, gjithë njerëzit, jeni të paparin në shumë binjakët. Jeni shumë kreativ, edhe 2 javë, të 2 javët e fundit. Kemi publicitet. E di pse ka emrin Stromae? Pse? Hënjer. Është maestro së prapthi. Wow. E shikon, unë di fakte dhe gjëra. Po Papa Ute pse është kënga? Papa Ute është baba ku je. Domethënë është për dikë që nuk e ka babain. Po ti din ke frëngjisht? Po, kam bërë frëngjisht deri në vit të parë gjimnaz. Përshëndetje, mirë se erdhe dhe shumë mirë që u njohëm. Bravo, ka në emisionin në dur, ë? Po, pardon Ma French. Pardon. Jemi sërish së bashku edhe do diskutojmë pak dinamikat e prajmit të djeshëm. Ishte një eliminimi dyfisht që ndoshta publiku nuk e kishte parashikuar, si bëhen ato llogaritmë në kokën e tyre. Në fakt mua nuk më shkoi mendja që dje do të kishte një eliminim të dyfisht. Mendova që kjo e shtun do të ishte vendimtarja për të shpallur finalistët, por Big Brother është i paparashikueshëm dhe kjo është vërtetuar tashmë. Unë mërzita miku Juela Kreveti. Dhe që të di Juela, nëse na dëgjon, jam i vetmi këtu që të kam mbrojtur zemra ime kur të gjithë të sulmonin, thoya Juela është shumë e mirë. Dhe mërzita shumë djena të vërtetë se meritonte ti këtë Juela. Kush e meritonte sipas teje? Do të thosë antipatie pas ka shndritin, po mendoj nga pjesa e lojës dhe vetëm, nga loja që s'është se ka bërë, e disa me shndritin.
Okej. Dhe prisja që për mua, dhe prisja që të shtunën të eliminoj Juela me Rogertin. Okej. Kupton? Pra dhe për ty 4 shija finaliste është Miri, Selin dhe Briteo. Nga momenti që Selin gjithmonë kam shprehur që duhet jetë Miri në finale, pastaj për ato për çiftin do jem tepër i lundur se është hera e parë që shohim, hera e dytë që shohim një çift, hera e tretë. E tretë, po, se ishte dhe Egli, ka qenë Heidi, janë dhe këto të dy. Po. Unë e prisja, do isha po shikoja me motrën aty edhe kur u bën nominimi para ajo dalja e parë, thash do dali Juela. Edhe doli Juela. Edhe unë ndjeva çik si Nostradamus në ato momente. Okej, do dalim te kjo pjesë, se pash një postim që kishte nxjerr Niko dhe më bëri shumë përshtypje nga astrologja Meri. Meri është shumë saktë. Që kishte bërë një parashikim dhe i kishte gjetur në kokë. Po mbase yjet e Orikumit. Sigurisht nuk se vato Meri se edhe më thuaj. Jo, ishte për mua doli Juela se i prishim marrëdhëniet pak a shumë me Rogertin këto ditët e fundit. Ti mendon që arsyeja e daljes së saj është prishja e raportit me Rogertin? Po Rogerti me sa pa shumë është afruar më shumë me Mirin, edhe kjo del si e treta pak rrotë e tretë aty, e kupton, edhe nuk ka pasur shumë as me të tjerët. Shumë situata, kështu që vendosën ta nxirrnin publiku, besoj, nuk ishte çfarë shumë. Te e dyta pastaj prapë prisja që do dilte Edisa, po, sepse është rritur duke ndenjur me Selinën. Domethënë Selina e ka dhënë një dorë goxha të madhe. Kështu që ti si parashikues. Unë në finale. Tani ma jep një çik verdiktin si Nostradamus. Dhe nëse ti e gjen, nuk është se do fitosh në një çfarë. Thjesht do e gjesh, domethënë. Do kesh të drejta mburrje, po. Po. Për mua në finale është Rogerti, Miri, Selin edhe Mateo. Këta të katër. Okej, dhe pastaj fiton ose mi bëj kështu 4 3 2 1. Në vend të katërt Mateo, në vend të tretë Rogerti, në vend të dytë Selin, në vend të parë fiton Miri. Për ty fiton Miri. Niko? Atëherë, në vend të katërt për mua është Brikena, e cila largohet, në vend të tretë është Mateo dhe kok më kok shoh Krevetin, po. Të cilin mendoj që është hera e dytë që shikoj se u bë verdikt. Sipas opinionit tim, më duket shumë gjesti Rozana, shumë të fortë kok më kok. Selin. Fiton Selin për ty. I mbajtët shënim çfarë thatë se do ta nxjerrim. Roger. Tani e ke radhën ti? Jo, se unë e drejtoj këtë program. Nuk të bëj nga pyetje ty, Dhe unë nuk jap përgjigje. Unë nëse s'dua nuk përgjigjem. Po bie shihimi penalltin e gjuaj ju. Patjetër, pse jo. Në fakt, unë nuk e di çfarë do ndodh këtë të shtunë, por e kam thënë në Big Brother Radio që nuk e shoh Rogertin në finale, kështu që edhe unë mendoj që mund të jetë Briteo, Miri dhe Selin finalistët. Do me thënë, Rogertit mund t'i ndodhi ajo që i ndodhi Gertës. Shkoj afër burimit dhe duke qenë se është edhe e shtuna e fundit. Pse di, gjithçka ndodh, se mos t'ja heqi meritat, pra i ka bërë lëvizjet e tij, ka bërë strategji, ka bërë aleanca, ka bërë armiq, ka bërë miq, pra i ka bërë lëvizjet e tij. Edhe duket sikur është shqetësuar shumë tokos, edhe dije për shembull kur i fliste Mirit i vinte për të qeshur të kohës. Është zbutur. Zbutur sepse tani nuk ka më çfarë të luftoj, mendoj domethënë. Ka arritur kaq. Tani vetëm mund t'i prishi punë kjo lufta e tepër që mund t'i bëj afër finale sesa ta fuqizoj. Mendoj se tani duhet zbutur të zbutet që të tregoj anën e tij më pozitive, më të. Kështu që nuk e di, domethënë gjithçka mund të ndodhë të shtunën, po unë nuk e di pse kam shumë dëshirë që ata që ishin nga dita e parë të jenë finalistë. Po pra. Prandaj po them jo shndriti. Po e hoqën pra shndritin, shtunën. Doli shtunën. Gjithsesi unë mendoj se vetëm unë dhe shitësit e Hermesit mund të jemi mërzitur për Juela. Juela do vi pas pak në Big Brother Radio me Elona Duron edhe do thot të sajat sa i përket këtij 24 orëshi, sepse nuk janë bërë akoma 24 orë nga dalja
nga edicioni 5. Jo, nuk është bërë. Ende, po do thot të gjitha emocionet që po përjeton në këto pak orë që ka lënë shtëpinë më të famshme. A është pak e vështirë kur del para finales, si mendoni? Si mundet ta përjetoj përveç Edisës që tha unë ka problem se në rregull jam. Do pi kafe me në shtëpi. Domethënë është e vështirë nëse del para finales, domethënë kur ti ke luftuar. Është. Unë vjet siç e mbajnë mend të gjithë, kam mbështetur goxha Gertën, por nuk është se ishe e preferuara ime. Po e mbështesja goxha. Kur iku u zgënjeva shumë unë. Domethënë si Niko nga jashtë është, ajo ka luftuar, domethënë ti mendon që ke luftuar, ke dhënë 200% që Rogerti e ka dhënë. Prandaj po them se 300%. Sepse edhe vjet fansat e Egli dhe Gjestit u bën bashkë që ata ishin finale. Kupton, kështu që edhe këtë vit mund të ndodh që fansat e Mateos dhe Brikenës të bëhen bashkë për t'i çuar të dy në finale duke votuar shumë bindshëm madje. Nuk e di pse kam këtë lloj parashikimi, ndjesie. Pra do shkojnë dy çiftet në finale, themi. Po jo, senjori, nuk është çift. Më fal. Tani, mos u bëj keq. Se është nga Kosova, s'është si Gimbo dhe ai. Kemi pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Ka ndodhur lajme, ka jetë për te Big Brother. Ndodhin gjëra. Sot për shembull është dita ndërkombëtare e romëve. 8 prilli, gëzuar, edhe po diskutonin për eventet që janë bërë, për muzikën që kanë, traditat. Ka super muzikë, bre. Dhe vërtet që kanë... Jeta ime nis javës tjetër të dielën e javës tjetër. Dielën tjetër. Okay, pra ti ke nuk të lidhet asgjë. Jo, thjesht po lajmërojmë që ka jetë. Ka jetë. Për te. Për te Big Brother, se për gjithë ne ashtu është. E bukura është kur ka ndonjë ditëlindje që ju rastis ditë e martë dhe shtunë. Edhe Jonida, kemi një ditë, unë kështu jo. Mos më llogarisni. Festoni. Vjet ishte ditëlindja, par vjet ka qenë ditëlindja. Një shije e bëri të premten. Që të kapnim 12-ën që mos dilnim shtunën, domethënë. Mbaj mend Sara Kolamja ka pas para 2 viteve ditëlindjen që i binte në një prime dhe unë ju luta shumë që minimumin ato dhomë që ishim të ishte një televizor. Do mbja Jozin me Loredanën, Gjesin dhe Rozanën, jo, po, këto. Jo, nuk kisha për t'i humbur, si mund t'i humbja unë ato? Ti nuk je në këto ujëra. Unë që kur erdha këtu në Pardon My Friends kam filluar shoh Big Brother. Prandaj nuk do hysh ndonjëherë. Asnjëherë. Vite tjetër nuk i diet. Do të thotë që jam njëri që aplikohem për kauzën. Je njëri që ndoshta mund të shërbej edhe si njëri i paditur, nga këta që hyn kështu dup. Edhe është një të dal ku të dal, po duhet të studiosh. Po. Koha dhe eksperiencat kanë treguar që ata që kanë studiuar situata kanë qenë fitimtar dhe kanë ecur shumë në Big Brother. Kur të më fusin do ta studioj. Po, do luftojmë ne për ty jashtë. Nëse do më fusin, jo kur se. Ne do të bëjmë tifo, kjo është pak por e sigurt. Do të bëjmë meme sa nuk di, domethënë, sa mund të kënaqemi duke bërë meme me ty. Tani unë me Jonidën se për lejen sa vë do dorë në zjarr. Se lejës më do mua, kështu që është okay, jam mësuar me këtë. Të ka zëvendësuar me Chris Lamaj. Edhe unë do ta zvendësoja veten me Chris Lamaj. Të pak në ai gazë. Dhe i urojmë të ketë ka një talent. Të nxjerrë edhe një këngë për atë lejë, për se gjynave dhe për Selin. Tunde moj Leila, tunde. Diçka me Shkodrën. Në ka tunde. Ta tundi dhe Leila një herë. Pse vetëm Selina? Se vetëm Selin. Ta tundi. Kush është Nita herë? Po Pandora kush është? Po Pandora kush është? Kush është Pandora? Po thoja Anton që ka edhe jetë pas Big Brother dhe ka ndodhur gjëra, ka lajme. Dhe si gjithmonë, si herën e kaluar, vazhdon saga. Rubrika e lajmeve për këtë javë. Kjo rubrika këtu se na i ngelet hatri kolegëve se domethënë kjo rubrika është polici mirë, polici keq dhe ka që kur është krijuar Pardon My Friends, që ta din gjithë audienca, pra ne diskutojmë lajmet e javës, një nga ne bëhet i mirë, tjetri i keq, njëri i bie, tjetri bën batut, kjo është domethënë ideja e kësaj. Dhe ka ndodhur për herë të parë në nëntor të 2020-s që të sqarohemi. Kështu, nëse e bëni pas nes na kopjoni. Okej, jepi. Okej.
pak orë pas armpushimit midis Amerikës dhe Iranit, Irani seriozisht domethënë është Irani speaker. Bllokoi ngushticën e Hormuzit. I prer kreu iranian në deklaratën ndaj shtetit amerikan, ku u shpreh. O zot. Ore do bësh të njërë... Do ndodhi ajo lufta ato që dëgjuam? Jo, besoj. Jo, nuk të ndodhi. Ose hapni paniqra. Jo, unë e pash që Donald Trump kishte dëgjuar këngën e Mirit dje dhe tha unë do ai dorë se javë. Se u preka. Jam prekur shumë atë këngë. Kush e kishte bërë këtë me se ishte shumë e Ta kam fortë. nicur unë. Pas e kem Po nuk e nxora zemra. Do Po ta të lë kshem ky të mos flasësh për këto gjëra? Mos ta gjesh kredi. Ja, lajmi tjetër është komplet ndryshe. Armpushimi midis Amerikës Nuk ka lidhje me këtë që folëm. Armpushimi midis Amerikës dhe Iranit supozohet të ishte një kohëzgjatje 2 javore. Pse 2 javë do thoni ju? Se aq zgjat çdo lidhje toksike. 2 javë zgjat Po, më kujton ishin. 2 Çdo javë. 2 javë ndaheshin, pajtoheshin, pajtoheshin. Shikon ti, ke pasur ndonjë lidhje toksike Niko? Po, kur jam darë s'jam bashkuar më. Domethënë unë kur ndahem. Po s'ka qenë toksike mjaftueshëm. Ka qenë super toksike që domethënë, po kjo është problemi që unë duroj, domethënë duroj deri sa toksicitet mund të duroj, pastaj thjesht zgjidhem nga lidhja. Se sheh më, e zhduk nga jeta. Nuk dua më asnjë kontakt. Jo, ai nuk e zhduk. Jo, nuk dua, madje nuk jam nga. Është ai toksiku? Jo, I kësaj lidhje. Unë kam frikë se zgjej dot tjetër. Jo më larg se sot kishim një bisedë me Jonidën që kur mbaron me diçka me një ex nuk mund ta bësh as shok, as s'ka nevojë as të salutosh, as të dish merr frymë, as merr frymë heton as jeton. Ti ke marrëdhënie miqësore me ndonjë ish? Jo. Fatkeqësisht jo. Fatkeqësisht do doje? Ta kishe shoqe? Jo fatkeq. Po ta kishe kështu F-body. Jo. Po fatkeqësisht se nuk ka një ish, me sa kuptoj. Ka akoma një të tashme. Jo, un kam një ish, thjesht ajo se di. Që është ish. Nëse, jepi. Tregjet globale. Vazhdon rënja e çmimeve të naftës pas marrëveshjes SBA-Iran. Çmimvënësit në Shqipëri, ne jemi galaksi tjetër. As glob jo. Vazhdon me rënë çmimet. Jo, në Shqipëri jo. Jo. Jashtë ka rënë. Vazhdoj me atë të javës së kaluar. Është rrit nafta punë e madhe, un pra 10.000 lekë do jetë. Po nuk. Vazhdojmë Anton, showbizi nuk e ke përfolluar fare, ëh? Nuk ka përfillshëm showbizin Antoni. Unë jam konsideron punkoti. Jo, kush ta? Unë jam këtu me ju. Po ju konsideroj me pak fjalë juve të showbizit. Po jam pak më kështu këto. Ja, për shembull, heqja e subvencionit të naftës. Prap te nafta? Po, lajmërojnë për përshkallëzim fermerët. Ç'të mbillni do korni thonë. Se vetë me sa duket nuk do mbjellin gjë. Pa naftë. Me duar mo, me kështu, që quen ato? Me si kote vjetë. Me parmend. Me plug. Imagjino, unë paraman dhja vetëm atë e ngatroje, jo paramanda që parmend është tjetër gjë. Pra janë në proteste dhe këta. Janë në proteste fermerët. Këto ishin, jemi më mirë te Bigu, Niko, domethënë. Shaje memet e mia, ka pizir ato memet që nuk janë. Po aktualiteti more, po aktualiteti në Shqipëri gjithë po flasin për Bigu, për krevetin, për Selinën, për Mirin, për Robertin. Po ikëm. Monika. S'mungam unë me talje. Fare. Unë kam xhaxhain fermer, prandaj. Morë vesh do përmbyset bolla, po në madhe unë dek në Greqi. Ua sa e kam traumatizuar motrën atëherë unë. Që do në 2012. Doli filmi 2012-s, i thonë, ja, kështu do ndodhi, fillon të qante. Në 27 dhjetor të 2012-s, që ka qenë dhe data fix, 27 ose 25 ka qenë që do përmbytej botë, unë kam fjetur me shumë frika të natë, dini. Ç'a thua? Por vetëm unë jam kështu dyst. Mora shenin tim Hermesin se vetëm një shen kam pa dhe domethënë thash çfarë do të ndodhi? Jo, isha në gjumë ose çfarë do ndodhi, jemi përqafuar. Ti jemi bashkë do. Si ka pas emrin? Hermes. Shikonte kështu holografe gjëra? Jo, i shkreti. Ishte një bokser i qetër, Jonida e di. Dhe kur u çova isha kështu. Ama su përmbys dhe sot. Po jo, më që isha i dëshpërim, gjitha ato gjëra, unë me mamin, zemra, çdo që të ndodhi, të dua, po për të betojmë çu kam reaguar. Thoshte mamin çan këto budalliqe që thua. Se shera dy që po ndodh, ka ndodhur edhe për milenium që thonin që do shkatërrohet bota. Po.
Asgjë nuk Thjesht u ndrua. Asgjë zemra ime, kotun prefa. Jo, edhe unë jam Për dram, për gjëra. Mi vjeçari. Edhe unë jam kështu si ty, unë po I përjeton, këto lajmet. Pra ti je një konspiracionist. Jo, unë jam thjesht frikacak. Nuk je kaq i fell. Kaq i fell. Nuk i hyn fellit. Unë kur jam në avion filloj dëgjoj ndjej dridhjet e para, jam me vete ma të dua, më fal, ku di unë. Seriozisht e ke? Nuk të dija kështu natyre. Unë që kam më trimja në këtë. Ja, vjen jam mëzgjumi direkt. Ti unë jam. Ti ke familje, je më trimja. Unë do të jem më e friksuara në këtë rast, me që kam familje. Fakti që ta kam mbajtur të krijosh familje, do të thotë që je shumë trime. E vërtet. Tani që po mendoj Anton, as unë sipas kam hyrë fellit për ta menduar kështu. Unë kur ajo ime dhe Nikos shkoi te një mace dhe një qen. Ka që kishit. Ti për çfarë them s'ka që kjo është nata jonë e fundit. Baby. Baby, pak publicitet edhe rikthehemi. E urrej këtë këngën, thot Elona, nga ana tjetër e studios. Për shumë pak minuta është Big Brother Radio dhe do të jetë në studio së bashku me ju Elon, e cila do të flas gjëre gjatë në Top Radio. Çfarë po thoje? Jo, kjo Tengo la camisa negra është kënga e crashit tim të parë. Në vërtet? Ky riri na nxjerr në një kështu. Janë gjëra që unë i kisha harruar, e kupton, më kujtua tani. Ky është Juanes, si këngëtar. Juanes, po, klase 5. Bir në klas 5. Bëmë crashi i parë të klas 5 Tengo la camisa negra. Deri në klas 4. Negra, si e ka ajo. Deri në klas 4 ne mërziteshim kur na ulin në bank me goca, e kupton, thonë, dua me shokët. Po. Klas 5 bëj kështu. Nuk e dina, kthehet shumë pas në kohë çuna. Klas 5 sa dëgjoja unë. Sa di zemra ishte në greqi, por nuk dëgjoja këngë greke. Mbase kam qenë në fazën time të eksploruarit muzikën pop. E shikoja Sailor Moon, më dëgjove çfarë që po e thonë. Po mendoj që atëherë kam zbuluar fazën në klasë të 5, po mund të dëgjoj Christina Aguilera, po se kam qenë fazë. Si mund ishte Sailor Moon në greqi? Sailor Moon po ishte re malak. Sailor Moon aki. Kjo që thash ishte e sharë në greqisht, uroj mos e përktoni më mos më zgjat. Mos bëni më nga këto. Anonimet. Ti Jonit duhet ta dish, bashkë me këtë Tengo la camisa negra ka qenë dhe Paolo Meneguzzi non capiva che la mano. Ajo ishte, nuk e di domethënë. Dinte italisht kjo crash jo se ta të rinjtë sotëm janë më shumë anglisht folës dhe u shastisa që një vajzë 22 vjeç, pasi unë i thash di italisht, i dërgova një video, po tha. Thash si ka mundsi? Çfarë ka ndodhur me ty? Gjenerata e sotshme nuk di italisht, dhe kur i them di italisht, qeshin. Janë më shumë nga anglishtja. Nuk kuptojnë shumë. Nuk kuptoj edhe së fundmi, jo gjenerata zë, po kjo edhe më e vogla se zë që mësojnë kinesë. Po, gjuhën mandarin, erdi Elona. Welcome, Elona Duro. Do ikim, do të të lëm studion direkt. Do të të lëm studion direkt. Big Brother Radio tani. Pijet kjo të gota. Unë thash që ke me kamisha negra, po kam vesh bar. Ke Juela krevetin. Po, kam Juela Nikole. Unë kam qenë fans. Really? Shumë mirë, nuk e kam me shumë luftëtare. Me habitore të madhe. Je bërë shumë e bukur. Do të më ngoj. Se sa leva flokët ke veni. Jo, po edhe në fytyrë ke shumë bukur. Faleminderit shumë. Nuk jam në ditën time më të mirë, po flokët ma ndryshuan një çika të moodin. Jemi në fund net, pardoni, do i lëm radhën e Lonës për Big Brother Radio. Unë ashtu jam për ditë, nuk jam ndonjëherë në ditën time të mirë. Unë jam për ditë në ditën time më të mirë, për ditë. Edhe kur është në ditë tek shija, është në ditët e mira. Dëgjojmë të mërkurën tjetër dhe shihemi në digital në kanalin 10 me Pardon My French dhe ciao të gjithëve.